Kam dëgjuar që ju keni nisur shumë herët agjërimin, pra në mosh krejt të vogël, po them, as të ri, por shumë i vogël. Sa ke qenë? Po, me sa më kujtohet, për shkak që unë vi prej një familje kryesisht praktikuese, edhe 9 vjeç, 10, aty kom fillu agjërimin, për të vazhdu, mas nejna kryesisht pa ndërprerje deri tash, për shkak që kemi shëndetin edhe ne ka hep Zotit gjitha duhemi me i plotësu disa obligime cilat i kemi, po nëse nuk ka bëj, ka qenë mosha 9 vjeç, kur unë kom fillu me agjërim. Ndoshta jo të plot agjërimin prej non, po 10 jam i sigurt që ka qenë Ramazani plot i cili kom agjëru. Të ka ikur ndonjë për ndonjë arsye? Jo, pastaj jo, ka pas ndoshta aty na i shputi na i ditë kështu kur ka pas ndonjë ndërpremje gjatë as moshës ma të vogël, do thot, aty kur kemi qenë 10-11 vjet, mirë po, jo, Ramazane tjera jo, as ka dorë Zoti kemi pas shëndetin edhe ndoshta edhe për nga natyra është nuk jam që jam ma shumë që hap buke, kam nevojë për etje këto, kështu që unë bile ka njerë diskutimet që i kemi, bëj edhe shakoj, thëmë, spedia kemë shumë se vape për shkak që se ndjej, që është në agjerimit as uris, as etje, se kështu që edhe Ramazanin do në pak me i ndje, pak ma shumë. Lumë si ti që në keme fatë shumë.